Emër dhe vetmja grua në film, një personazh, një rol shumë i rëndësishëm, shumë kyç për sa i përket dilemës së Ismailit dhe tregon forcën e femrës shqiptare dhe shtytjen që i bën ajo bashkëshortit për ta ruajtur besën këtë institucion, këtë vlerë të madhe që ne kemi të gjithë shqiptarët. Dhe si u ndjeve, siç e përmend edhe vetë, vetmja grua në këtë film? Unë ndjeva shumë mirë, edhe shoqërimet pavarësisht për shkak të kohës, se filmi është xhiruar në 2019, ka qenë shumë ftohtë, por i gjithë kasti i aktorëve e ka përballuar jashtëzakonisht mirë edhe përtej vështirësive të motit teknike që mund të kishim. Ne e pëlqyem shumë, na shkaktoi shumë emocione. Çfarë mendon se do të marrë publiku nga ky film? Përveç filmit artistik, mesazhit të fortë temës goditje që ka filmi edhe dramës së madhe, ajo që do ngelet është besa, ky institucion kaq i madh dhe me vlera që kemi ne, por gjithashtu edhe mesazhi që shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e njëjtë.